Dhe ju që nuk e keni, e kuptoni më mirë se sa e vlefshme është nëna. Cili është mesazhi që do t'ju jepje atyre të rinjve, apo kujdo që e ka nënën dhe nuk e vlerëson? E kuptoj, mesazhi im është ky që nuk ju kushton as pak që të bëni telefonata nënave tuaja në çdo moment, mëngjes, drek, në darkë. Po natën dhe nëse je i zgjuar, mami, nëna si je, mami si je. Është një përkujdesja, është shumë e rëndësishme, Sonila, se ti mendon se dikush të do fort, dhe më thënë fëmija jo të donë fort. Nuk i kushton, nuk han as koha jo që ti bësh nënës një telefonatë, të ta pyesësh si, a ke nevojë për diçka, të vija aty, aty të bëj një dhuratë për qef, se unë nuk para jam ajo që joshem nga dhuratat, nuk e kam atë natyrë, mi po mënyra se si përkujdesja ti me bi, mua më bën të qaj. Në detaje përkujdeset, në detaje. Është më bukur kjo që thoni është kujdesin ndaj vajza që kanë Ka një kujdesit është jashtëzakonshëm. A ju bën kjo të ndjeni krenare për edukatën si i keni dhënë? Më bën të jem shumë krenare dhe më bën të ndjehem, ta thash edhe një Sonila, më duke si ku më shkëthyre gjithë dashuria që kam pas për ata dy fëmijë. Më kthehet në mënyrë, ky tjetri e kthen në mënyrën e vet. Arti djali me poezitë e veta, me mënyrën e vet. Nuk flet shumë, por dashurinë e ka shumë të madhe dhe shumë të... Zysha, çfarë të bën të ndjesh krenare? Më bën të ndjem, në fakt doja ta nisja, ne gjithmonë peshën e gjës, vlerën e gjës e kuptojmë kur ne nuk e kemi më personin ose gjën. Kështu që sa jemi në kohë, mendoj se duhet ta vlerësojmë kohën edhe fatin, pak të në rastin tim që unë e kam pranë edhe t'i them Zotit faleminderit. Ti e mirënjohëse. Shumë e vërtet. Dhe pak, në fakt, e kuptojnë fjallën mirënjohje. Nuk ka gjë më të madhe se mirënjohja, Sonila. Unë jam mësuar që edhe një shishe ujtë ma japi Sonila, për shumë i them faleminderit. Jam mësuar. Dhe nuk është asë njerë turp të thua shqeqet faleminderit për këtë, se nuk ta ka kërkush për borxh, edhe për detyrë. Thuaja faleminderit. Nëse dështoj diçka, një nga, le të themi, dëshirat e mia, si prindër që unë të rris 2 fëmijë qytetar, edhe 2 fëmijë që t'jenë falenderues për çdo gjë dhe për çdo të mirë që Zoti edhe jeta i sjell. Nuk e di, cili ka qenë emocioni më i veçantë që ju ka ndëruar djemt? Unë kam patur 2 lindje të ndryshme, do më thënë as pak të ngjashme me njëra tjetrën, edhe nëse me të parin kam hequr pak, me të dytin isha edhe më e përgatitur shpirtërisht, edhe mendërisht do thoja, dhe lindja e fëmijës së dytë ishte, nuk e di, sikur rilinda edhe unë me fëmijën. Po, sepse ai erdhi fëmijë i shëndetshëm, erdhi fëmijë i mbar, dhe na e mbushi shtëpinë se kishim 4 vite i gjys që pushonit. Kishim pushuar. Nuk është se pushonit, se 4 vite që dhe ai... I madhi ishte fëmijë shumë i urt, edhe vazhdo t'jetë i tillë, është fëmijë shumë i mbar. Kurse ky i dyti që kur lindi me zëra dhe vazhdon të ketë zërin. Tregoj detaj, Sonila, kur ka lindur Exhiti, vajza, djali ka qenë atyre? 10 vjet më i madh. Po, 10 vjet më i madh, dhe sa i ka nxjerrë infermierja nga salla operacionit, ka marrë dhe ka ikë dhe i ka thënë, motër kam 10 vite që të pres. Po, që ka e paska dashur, se zakonisht fëmijët janë xheloz për motrën ose vëllain. Këta të dy kanë një lidhje, Sonil, të mrekullueshme, të dy njëri me tjetrin. Edhe kjo mua më bën shumë të lumtur, që janë të lidhur njëri me tjetrin. Edhe them gjithmonë që kur nëna largohet, se unë shpejt jam për të larguar, nuk e kam dërmend. Nuk e kam dërmend, po gjithmonë duke i bërë ato. Mos fjalësh, jeta është e gjatë, është e bukur. do ta shijosh, do na